që e the edhe ti, kjo mbledhje e grupit parlamentar të Partisë Socialiste bëhet pa praninë e kryeministrit Edi Rama, i cili ndodhet në takimin në Bruksel, ku pritet të ketë një takim edhe me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, me të cilin do të diskutohet për sa i përket procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi vlen të theksohet që vendi ynë vijon procesin e integrimit, ndërkohë që ende nuk ka siguruar raportin për sa i përket, le të themi, sistemit të drejtësisë apo për progresit të bërë nga ana në sistemin e drejtësisë, në reformën në drejtësi, dhe që ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me dy kapituj, ata 23 dhe 24, dhe pa marrjen e këtij raporti apo këtij konfirmimin nga ana e Bashkimit Evropian, i gjithë procesi mbetet në vendnumëro dhe nuk mund të mbyllë dhe nuk mund të fillojë edhe mbyllja e kapitujve dhe më pas e grup kapitujve, çka le të themi e vën në pyetje pikërisht këtë rrugtim të Shqipërisë, pasi mungesa e këtij raporti mund të bëjë të paktën referuar dhe ndryshimeve të bëra nga Bashkimi Evropian, kjo gjë mund të sjellë edhe një rikthim në pikën zero, pasi e drejta e çdo prej vendeve antare, pra çdo shteti mund të kërkojë rikthim në pikën zero. Nga ana tjetër vlen të theksohet që në mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste pritet të nisë në orën 10:00.